Përshëndetje shikuesër të Gjirokastërës, do të jemi bashkë në të ditari informativ lajme shkundër të tjera do juftoj të ndiqnit. Ministria e Arsimit Mirela Kumbaro theksoi nga Universiteti i Gjirokastërës se arsimi i lartë ka nevojë për rikonceptim, duke vendosur në qendër studentin dhe standardet europiane. Ambasadoria e Greqisë në Shqipëri Lambrini Komini zgjodhi Universitetin e Qerem Çabej si institucion e saj të parë për një vizitë zyrtare në vend. Maturantët i dhanë sot fund një kapitulli të rëndësishëm teksa zilja e fundit në shkollën e mesme Siri Shaplo u kujtoi mbylljen e viteve të shkollës maturantëve. Në Universitetin e Qerem Çabej u promovuar libri Zhvillimi i qëndrueshëm urban, mjedisi urban dhe ristrukturimi urban me fokus te turizmi në Athinë dhe Tiranë, autores Antoneta Polo. Për këto dhe të tjera juftoj të ndiqni në minutë në vim, në të shohim tashmë më gjërësisht. Ministri e Arsimit Mirela Kumbaro theksoi nga Universiteti i Gjirokastërës se arsimi i lartë ka nevojë për rikonceptim, duke vendosur në qendër studentin dhe standardet europiane. Kumbaro theksoi se prioritet mbetet ndërkombëtarizimi, duke përmendur bashkëpunimin me universitetet greke si model për rritjen e cilësisë dhe modernizimin e programeve universitare. Ministri e Arsimit Mirela Kumbaro deklaroi nga Universiteti i Gjirokastërës se arsimi i lartë në Shqipëri ka nevojë për një rikonceptim të programeve, duke vendosur në qendër studentin nevojat e tregut të punës dhe standardet europiane. Ajo theksoi se universitetet duhet të bëhen më moderne, më fleksibël dhe më të orientuara drejt cilësisë së inovacionit. Sot nuk matemi vetëm me çfarë kemi bërë, sot e tutje ne do duhet të matemi me një treg europian, atje ku po përgatitemi të hyjmë në vitin 2030 dhe universitetet do duhet të reformojnë mënyrën se si, dhe kjo vlen për të gjitha universitetet shqiptare, me qëllim që programet të mos jenë të orientuara thjesht ndaj pedagogëve, po duhet jenë të orientuara ndaj studentëve, për t'ju ofruar atyre mundësi të tilla që programet që bëjnë, leksionet që marrin dhe sidomos diplomat që do të fitojnë, t'ju vlejnë në një treg sa më ndërkombëtar. Kumbaro nënvizoi gjithashtu se prioriteti kryesor mbetet ndërkombëtarizimi, i cili forcon cilësinë e arsimit të lartë e universiteteve shqiptare. Një shembull i qartë i këtij orientimi është bashkëpunimi mes Universitetit të Gjirokastërës dhe Universitetit të Janinës, i cili po kontribuon në modernizimin e kurikulave, rritjen e cilësisë së programeve dhe zgjerimin e mundësive për studentët. Gjirokastra ka fatin e madh që të jetë një qark kufi me Greqinë dhe ku vetëm më pak se një orë që këtu kemi një universitet të nivelit shumë të lartë, siç është Universiteti i Janinës, me cilin Universiteti i Qerem Çabej ka bashkëpunime, së fundmi edhe një program të përbashkët doktoratash, por jam e mendimit, dhe kjo ishte edhe tema e bisedës, që ne duhet ta thellojmë. Universiteti i Gjirokastërës ka gjithë mundësinë që të kuadrin e rishikimit dhe të ligjit arsimit lartë, procesi i cili ka filluar, të shikojë, të hapi dhe të rishikojë programet e veta, sigurisht jo vetëm në gjuhën greke nga një anë e në gjuhën shqipe në anën tjetër, por edhe në atë që është sot gjuha ndërkombëtare e komunikimit anglisht. Universiteti i Gjirokastërës gjatë kësaj kohe po punon për modernizimin e kurikulave, harmonizimin e tyre me standardet të ndërkombëtare dhe krijimin e programeve të reja që u përgjigjen drejt për drejt sfidave të kohës. Nga ana tjetër, Universiteti i Janinës mbetet një pikë referimi në rajon për eksperiencën akademike, laboratorët kërkimor dhe kapacitetet e zhvilluara shkencore. Ndërkohë që ambasadoria e Greqisë në vendin tonë, Lambrini Komini zgjodhi Universitetin e Qerem Çabej si institucionin e saj të parë për një vizitë zyrtare në vend. E shoqëruar edhe nga Ministria Mirela Kumbaro, ajo vëri theksin tek forcimi i urave të bashkëpunimit mes universiteteve shqiptare dhe greke, shkëmbimet studentore dhe projektet kërkimore. Ambasadoria e Greqisë në Shqipëri Lambrini Komini zhvilloi një vizitë zyrtare në Universitetin e Qerem Çabej, institucioni i parë akademik që ajo ka zgjedhur të vizitojë në vend. Ambasadoria u shoqërua nga Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro, ndërsa në universitet u prit nga rektori Jao Cana. Gjatë takimit u diskutua për zgjerimin e bashkëpunimeve mes Universitetit të Gjirokastërës dhe universiteteve të Greqisë me fokus tek shkëmbimet studentore, projektet e përbashkëta kërkimore dhe mundësia e zhvillimit të programeve apo diplomave të përbashkëta. Ministria Kumbaro theksoi nevojën që universitetet shqiptare të jenë më të hapura dhe më të integruara në bashkëpunimet ndërkombëtare, duke krijuar programe studimi që i japin studentëve mundësi më të gjëra në tregun evropian. Shumë e rëndësishme që Universiteti i Gjirokastërës të përfitoj nga kjo afërsi, por sidomos të përfitoj nga mundësitë dhe nga standardi dhe cilësia e Universitetit të Janinës, që dhe në Greqi është një nga universitetet më të mira, sepse Shqipëria për 2 vjet, 3 vjet futet në një tjetër treg evropian. Dhe atje
do matemi vetëm me cilësi edhe me ofertën e ndërkombëtarizuar. Unë mendoj që ne duhet të intensifikojmë marrëdhëniet me universitetin, të bëjmë një takim më të organizuar në nivel rektorësh, dhe unë jam gati të marr vetë dhe këtë po i kërkoj ambasadores, që të ulemi për në një mënyrë më konkrete, jo thjesht vetëm me doktoratat, se programi doktoratave është një program elitist. Ndërkohë që programi doktoratave nuk krijon treg dhe nuk është për një numër të madh përfituesish. Ndërsa ajo që ka të bëjë me zhvillimin është bachelor edhe master. Ambasadori Jakomini vlerësoi rolin e universitetit dhe nënvizoi rëndësinë e mbështetjes së konsullata greke në Gjirokastër si një pikë kyçe kontakti për zhvillimin e bashkëpunimeve të mëtejshme akademike dhe kulturore mes dy vendeve. Jam shumë e gëzuar me prezencën e ministrës në takimin e sotëm, si dhe me bashkëpunimin e universitetit tuaj me konsullatën tonë të përgjithshme në Gjirokastër. Duhet të forcojmë të gjithë së bashku bashkëpunimin e Universitetit të Gjirokastrës me universitetet e Greqisë. Ndërkohë nga ana e tij rektori Jaho Canaj vlerësoi këtë vizitë si një moment të rëndësishëm për forcimin e urave akademike mes dy vendeve. Institucioni jonë shikon që të jemi jo thjesht një institucion kërkimor shkencor i mbyllur në vetvete, por të jemi në shërbim të gjitha komuniteteve që jetojnë në Shqipëri dhe sidomos me grekët. Bashkëpunimet i kemi të shumta në shumë fusha, në interes të përbashkët, sidomos në organizimin e konferencave, artikuj shkencor etj. Me radhë. Këtu nuk kemi përfunduar, as kemi filluar, jemi akoma duke punuar në mënyrë të hedhshme për të arritur akoma më tej bashkëpunimin me ju. Vizita në Universitetin e Qerem Çabej konfirmoi edhe një herë pozicionin e institucionit si një urë të rëndësishme dialogu dhe partneritetin ndërkombëtar në rajon. Panajeri Artë dhe Zeje ktheu Gjirokastrën në një hapësirë të gjallë krimtarie ku nxënës nga Gjirokastra, Libohova dhe Dropulli prezantuan punimet e tyre më të mira në art, muzikë dhe zeje. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro së bashku me përfaqësuesit e pushtetit vendor vlerësoi talentin e të rinjve dhe theksoi se programi Art dhe Zeje synon të sjellë më shumë kreativitet dhe gjithëpërfshirje në shkollat shqiptare. Gjirokastra u kthye në një panajër të madh krimtarie ku qindra nxënës nga Gjirokastra, Libohova dhe Dropulli sollën para publikut punimet e tyre më të mira në kuadër të projektit Art dhe Zeje, një nismë e Ministrisë së Arsimit. Hapësirat publike të qendrës kulturore Fato Berberi u mbushën me ngjyra, muzikë, art skenik dhe punime artizanale, duke dëshmuar talentin, përkushtimin dhe potencialin e të rinjve të rajonit. Aktiviteti u vizitua nga Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro, deputeti Piro Dhima, prefekti Albana Sanaj dhe kryebashkiaku Flamur Golemi, të cilët pan nga afër punimet e dhe bashkëbiseduan me mësuesit e tyre. Vizita u shoqërua me atmosferë festive ku mësuesit dhe prindrit shprehen krenarim për rritjen artistike dhe kreative të fëmijëve të tyre. Ministria Kumbaro theksoi se ky panajër është shembull i gjallë i programit Art, Zeje dhe Sport, i cili synon të sjellë më shumë kreativitet, gjithëpërfshirje dhe prakticitet në shkollat shqiptare. Ai u shpreh se ky program nuk është thjesht një risi, por një domosdoshmëri për të ndërtuar shkolla, ku fëmijët mësojnë duke krijuar, duke eksperimentuar dhe duke zbuluar veten në procese artistike dhe sportive. Nga arti që ushqen shpirtin tek zejet që zhvillojnë aftësitë praktike deri te sporti që forcon trupin dhe mendjen, fëmijët tanë meritojnë një edukim të plotë, tha Kumbaro, duke nënvizuar rëndësinë e vazhdimit të investimeve në aktivitete që i japin shkollës frymë moderne dhe motivuese. Këto hyjet e Gjirokastrës, Libohovës, Lazaratit, Dropullit, Cepos, Lungjëris, jeni shumë të mirë. Ju duhet të jeni krenar për mësimet, për rezultatet. Panajeri organizua nga zyra vendore e arsimit para universitar Gjirokastër Libohov me mbështetjen e Bashkisë Gjirokastër dhe u zhvillua për herë të parë në këto përmasa duke përfshirë jo vetëm nxënës por edhe artizanët të zonës. Ky bashkëpunim shndroi aktivitetin në një platformë të vërtet promovimit të traditës, kulturës dhe vlerave lokale. Sa nxënës të veshur me kostume popullore prezantuan punime në pikturë, qëndisje, skulpturë të vogël dhe forma të tjera të artit artizanal duke tërhequr vëmendjen e vjetra shikuesve. Ky është vetëm hapi i parë i një tradite të re që synon të ngulitet fort në jetën kulturore dhe arsimore të Gjirokastrës. Panajeri dëshmoi se të rinjt kanë potencial të jashtëzakonshëm dhe se kur u jepet hapësira dhe mbështetja e duhur, ata arrin të krijojnë magji, një magji që sot e mbushi Gjirokastrën me ngjyra, talent dhe shpresë.
Ndalemi përsëri tek arsimi ku maturantët i kanë dhënë sot fund një kapitulli të rëndësishëm, teksa zilja e fundit në gjimnazin Sirisha Plo u kujtoi mbylljen e viteve të shkollës së mesme këtyre maturantëve. Mes emocioneve, përqafimeve dhe kujtimeve të paharrueshme, ata u përgatitën të hedhin hapin e radhës drejt provimeve të maturës dhe ëndrave që i presin përpara. Zilja e fundit në gjimnazin Sirisha Plo shënoi sot mbylljen zyrtare të viteve të shkollës së mesme për maturantët, të cilët përjetuan një ceremoni të mbushur me emocione, përqafime dhe duartrokitje. Nxënësit të rikthyen kujtimet nga hapat e parë në këtë shkollë, sfidat dhe arritjet e viteve të fundit, ndërsa nuk munguan as falënderimet për mësuesit që i kanë udhëhequr deri në këto momente. Faleminderit mësuesve që na duruan edhe kur u atestuam durimin si profesionist. Dhe faleminderit klasës sonë, sepse sinqerisht me ju edhe ditët më të lodhshme bëheshin histori për të kujtuar. Do na marr malli për gjërat më kot, për zhurmën, për batutat gjatë orës, për panikun para provimeve dhe për ato momentet kur mezi prisnim të mbaronte dita. Këto 3 vite për mua kanë kaluar si 3 ditë, edhe nuk janë thjesht kujtime si 3 ditë, por janë kujtime për jetë. Do t'ju mbaj mend të gjithëve për jetë, një nga një të 70 sa jemi. Edhe nuk e prisja kur që gjimnazi të ishte me të vërtet ashtu si se thoshni, kujtimet më të bukura të jetës. Të kujtojmë të vlerësojmë veten dhe të falenderojmë çdo që na ka shoqëruar gjatë këtij rrugëtimi. Falenderojmë mësuesit, të falenderojmë prindrit dhe mbi të gjitha miqt që kanë qenë pranë nesh. Jam e sigurt që nuk kanë rëndësi arritjet, por ato çka ju keni në zemër dhe do t'i mbani. Dera e kësaj shkolle është e hapur për ju. Kujtimet që keni shkruar këtu do të ngelen për gjithmonë. Ju uroj suksese në radhë të parë në provimet e maturës shtetërore dhe në jetën tuaj. Jam e sigurt që këtë rrugtim e keni shkruar me plot besim dhe këto ëndra dhe besime dua t'ju shoqërojnë gjatë gjithë jetës suaj. Me përfundimin e mësimit ditën e sotme për vitin shkollor 2025-2026, maturantët tashmë përqendrohen te provimet e maturës shtetërore. Kalendari i testeve nis më 2 qershor me provimin e gjuhës së huaj, vijon me gjuhën shqipe dhe letërsinë në 9 qershor, matematikën në datën 16 qershor dhe mbylljen me provimin me zgjedhje më 23 qershor. Pas kësaj faze, maturantët i pret faza e aplikimeve në universitet, hapi i parë drejt kapitullit të ri të jetës së tyre. Në Universitetin e Qerem Çabej të Gjirokastrës u promovua libri Zhvillimi qëndrueshëm urban, mjedisi urban dhe ristrukturimi urban me fokus te turizmi në Athinë dhe Tiranë, i autores Antoneta Pole. Antoneta theksoi rëndësinë e kërkimit të përbashkët, ndërsa rektori Jaho Canaj vlerësoi bashkëpunimin ndërkombëtar si shtyllë të zhvillimit akademik të Universitetit të Qerem Çabej. Në Universitetin e Qerem Çabej u promovua botimi i ri shkencor Zhvillimi qëndrueshëm urban, mjedisi urban dhe ristrukturimi urban me fokus te turizmi në Athinë dhe Tiranë, një punim i përbashkët i pedagoges së Fakultetit të Ekonomikut Antoneta Polo dhe studiuesit grek George. Veprimtaria mblodhi pedagog, student, ekspert të fushës dhe përfaqësues institucionesh akademike, duke shënuar një hap të rëndësishëm në forcimin e bashkëpunimit shkencor ndërkombëtar. Kjo monografi synon që të studioj dhe të analizoj me detaje zhvillimin e qëndrueshëm urban, mjedisin urban, planifikimin urban dhe ristrukturimin urban, gjithashtu si përmarrjet e qëndrueshme që ndodhin, që merren në të dyja shtetet tona, ndikimin që kanë këto sipërmarrje në sektorin e turizmit që është mjaft i rëndësishëm si për Greqinë, ashtu dhe për vendin tonë. Tashmë ne të gjithë jemi koshient që jemi në një stad zhvillimi të turizmit, dhe vetë Gjirokastra ka një zhvillim, kemi arritur të kemi një turizëm jo vetëm 3 muaj, por kjo shtyhet kjo kohë e turizmit në më shumë muaj, që përkthehet automatikisht nëse ekonomist e dim shumë mirë në të ardhura për individin, por dhe për shtetin nëse ky turizëm është i formalizuar. Gjatë aktivitetit, rektori i Universitetit Jaho Cana vlerësoi publikime të tilla si modele të mirëfillta që e çojnë institucionin drejt standardeve të ndërkombëtarizimit dhe rrisin vlerën akademike të tij. Për universitetin tonë vërtet ngjelet një event i jashtëzakonshëm për arsye se është një monografi e parë pas një heshtje relativisht të shkurtër në botimin e monografive, gjë që universiteti ynë duhet ta ketë në qendër të vëmendjes punën kërkimore dhe shkencore. Botimi i kësaj vepre vjen në këtë moment kur ne kemi një mungesë dhe në ana tjetër na vjen një moment dhe na bën një apel që të mos heqim dorë
nga shkrimet të tilla, pavarësisht se këto janë shkrime shumë të vështira për të realizuar, sepse kërkon një impenjim dhe një punë shkencore të jashtëzakonshme. Akademikët pjesëmarrës vlerësuan kontributin e autorëve duke theksuar se botimet të tilla i japin një dimension të ri bashkëpunimeve ndërkombëtare mes Shqipërisë dhe vendeve të rajonit, veçanërisht në fushën e zhvillimit urban dhe turizmit. Sot nuk promovojmë vetëm një monografi, një botim, por po promovojmë një punë të gjatë kërkimore shkencore, autorëve ju është dashur 3 vjet punë e palodhur intensive, përveç se asaj atij inkubacionit fillimisht kur shkrep ideja që ju i dini, i është dashur një punë e palodhur. Turizmi nuk ka vetëm impakt ekonomik, po shërben si një urë bashkëpunimi midis 2 vendeve tona. Është, si të thuash, një sfidë që duhet ka përcyer për të pasur një bashkëpunim të mëtejshëm me Greqinë. Është një front i madh punësimi, edhe një mënyrë për të shkëmbyer kulturën tonë, për të pasur lidhje dhe bashkëpunim me vendin tonë fqinj. Aktiviteti u mbyll me diskutime të hapura mbi temat e librit dhe mundësitë për projekte të reja kërkimore, duke konfirmuar edhe një herë rolin e universitetit si një urlidhse e ideve, dijeve dhe perspektivave të reja shkencore. Mbrëmje humori dhe të qeshurash në teatrin Zinisako në Gjirokastër. Komedia më e fundit sonte do të darkojmë në shtrat në regjinë e Kiçolondos, solli në sken histori plot sekrete, keqkuptime dhe situata komike që mbajtën publikun të mbërthyer deri në fund për 2 ditë rresht. Patë minimumin e nevojshëm të dini si të silleni. Të qeshura pafund dhe situata plot humor në skenën e teatrit Zinisako në Gjirokastër. Komedia e vënë së fundmi në skenë solli historinë e një çifti bashkëshortor, sekretet e të cilëve kthehen në një rromuj komike me keqkuptime dhe situata të papritura. Në regjinë e Kiçolondos, shfaqja mbajti të mbërthyer publikun art të dashës, duke përcjell jo vetëm humor, por edhe mesazhe mbi marrëdhëniet njerëzore dhe pasojat e gënjeshtrave. Kjo shfaqje është një sfidë për ne aktorët dhe realisht edhe sot shkoj shkëlqyer. Në Gjirokastër gjithmonë kemi një mikpritje të ngrohtë dhe sidomos unë kisha emocione të përzjera sepse kisha miq, kisha familjar dhe realisht jam shumë i lumtur që kaluam shumë bukur sot në Gjirokastër. Për aktorët, skena e teatrit mbetet një hapësirë veçantë ku energjia dhe emocionet ndahen me publikun në çdo shfaqje. Që të jem e sinqert, në fakt unë në këtë skenë kam qenë shumë e vogël. Edhe kisha shumë vite pashkel sërish te ky teatr dhe vërtet më ka pëlqyer publiku, shumë marrëdashës, shumë pozitiv, kanë reaguar gjatë gjithë kohës dhe jo vetëm thjesht në sallë, por edhe në backstage kanë qenë gjithë kohës duke ardhur, një mikpritje fantastike. Teatri Zinisako vijon të mbetet një nga qendrat më aktive të jetës artistike në qytet, duke sjellë vazhdimisht shfaqje që të rreqin publikun dhe mbajnë gjallë dashurinë për artin skenik. Dhe me këtë material kemi ardhur në fund për këtë ditari informativ. Lajmesh, faleminderit që ishin në rreth të Gjirokastra, po ju lënë në programet në vit. Bashkë në bashkë.